Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Selenic referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasit me iniciale S dhe NJ, pasi në datën 28/9/2025 këta shtetas kanë organizuar një tubim gjatë të cilit bllokuan për disa minuta rrugën në aksin rrugor Vlorë-Kuç pranë kryqëzimit për në fshatin Vel. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Sarand arrestuan shtetasin 46 vjeç banues në Sarand pasi u kap nga shërbimet e policisë në lagje nr. 4, duke shkelur masën e sigurisë, arrest në shtëpi. Referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin 27 vjeç banues në fshatin 6 Sarand, pasi në datën 27/9/2025 në fshatin 6 për motive pronësie ka kanosur shtetasin 30 vjeç banues në Sarand. Specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore policore Vlorë referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin 47 vjeç banues në fshatin Shën Vasil, pasi gjatë kontrollit fizik dhe të banesës së tij ju gjet dhe ju sekuestrua një sasi lëndë narkotike e kanabis. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.